Bashkimi Evropian çfarë i kërkoi? Zotërihe, ne kemi arritur në konkludimin e këtyre negociatave për këta dy kapituj, duhet të mbyllë këta dy kapituj. Por, ne kërkojmë që klasa politike, parlamenti, mos bëhet pengesë e drejtësisë. Mund të ketë problemet e veta drejtësia, po ti mos e pengo në punën e vetë. Dhe mos pengo imunitetin. Ky çfarë bëri? Ky e pengoi imunitetin. Momenti që mori vendimin ky për pengimin e imunitetit, ka ndodhur ky blokimi. Ndodhi blokimi dhe nuk u mjaftua më kaq. Tash i nshon sinjale që do ndaloj edhe çështjet e tjera, sepse është çështja e akshit, janë ca tjera që shkojnë ke familja e vet edhe ke vetja e tij. Dhe Bashkimi Evropian i shikon këto. Tolerimi që është bërë deri tani, është bërë sepse Shqipëria nuk ka qenë në fazën e konkludimit të kapitujve. Por që të mbyllet këto kapituj, çdo shtet antar, sepse ka një gjë, mund të pranojë ty Komisioni Evropian të mbyll kapitujt. Por gjithçka duhet kaloj, pasi kalon Komisioni Evropian, gjithçka duhet kaloj nëpërmjet parlamenteve të secilit vend antar. Janë 28 parlamente që duhet kalojnë. Prandaj këto shtete shkojnë duke u shtuar, sepse vinë edhe i vën kufirin qeverisë shqiptare, shtetit shqiptar në këtë rast, edhe i thonë, o zotëri, të kemi toleruar deri tani sepse ke qenë këtu. Ja, duhet ta pyes pak Dorin, sepse Lapsi ka pasur disa burime nga kjo mbledhja që është zhvilluar dje dhe ka bërë një shkrim të detajuar lidhur me atë që ka ndodhur në mbledhjen e të martës të Koelës, të këtij këshilli në Bashkimin Evropian, ku këto vendet që përmenda pak më parë, në mbledhjen e mëparshme të datës 1 apo 2 kanë pasur rezerva për Shqipërinë. Çfarë ka ndodhur, Dori? Janë bërë 9 vende kundër, për bie në sy aty, përveç për shumë Greqisë që ka probleme me pronat, që duke më shumë si pretekste. Ka ngre çështjet e veta, ka çështjet ndryshme. Por janë dhe një grup vendesh bashkë me Gjermaninë që nuk është hera parë që ngrenë kushte ose e frenojnë procesin në raport me Shqipërinë. Edhe më herët Gjermania gjithnjë kishte Holandën pas, kishte Norvegjinë apo Finlandën. Për mendimin tim me gjitha, siç tha dhe zoti Peka, vjen nga data 12 mars kur Rama pati përplasjen me ambasadat, e kishte edhe para mesazhet ishin kjo është test për Shqipërinë, kjo është test për integrimin. Po atë ditë kanë dalë disa herë shumë qartë ambasadat, edhe Komisioni Evropian me deklarata që kjo është praktikisht një pengesë, hetimi nuk duhet penguar, për ndryshe këtu është në lojë integrimi i vendit. Sot ai po merr atë që përgjigjen e 12 marsit. Çështja është nëse gjeopolitikisht Shqipëria do t'i duhet Bashkimit Evropian, Ballkani Perëndimor të futet në BE dhe këtu të rrëzohet mbreti dhe BE-ja ta përthith Ballkanin Perëndimor në strukturat e saj, apo Edi Rama me Vučićin do t'ja hedhin lumit dhe kësaj radhe dhe Po më duket se përgjigja e ishte para disa ditësh që nuk ka integrim pa merita as për Shqipërinë dhe as për Serbinë. Atëherë këto do vazhdojnë të jenë aty ku janë dhe një përgjigje ndaj asgjë. Po.